si komunë tash. Në 6 fshatra të qytetit tonë, me qëras në mbesin në 9 tjera, për t'i kompletu me rrjetin e ujësjellësit, kemi bërë investime të theksume në çështjen e ujit të pijes. E dyta, sa i përket asaj që e thatë në fillim, pra çka do të kisha bërë ndryshe ose çka do të kisha dëshiruar që të shkonte ndryshe, është çështja e parkut të biznesit. Ne kemi gjetë një park të biznesit me planin zhvillimor komunal i cili ka qenë në tentativë të aprovohet, por për shkak të mungesës së hapave të realizuar në kuptimin ligjor dhe përmbajtësor, nuk është aprovuar si dokument final PZK-ja. Planifikimi fillestar kemi gjetë në zonën mes Shillovës dhe Kmetocit, pra në pjesën kur shkon për Bujanoc dhe Kamenic, në të cilin kemi pas 50 hektar tokë planifikuar për zonën ekonomike, prej cilave 21.5 hektar pronë publike komunale, e klasit 5 sigurisht, pra përshtatshme për zonë industriale, ndërkaq pjesa tjetër e blen proces privatizimi dhe menduam që të shpronsohet nga komuna. Me të marrë detyrën kemi hulumtu pak për këtë projekt dhe i kemi gjetë 150 hektar tokë publike komunale që janë në afërsi të liçenit të Livoqit, pra në hyrjen kur vjen prej Prishtinës në Gjilan, në Livoqin e Epërm, të cilat janë tërësisht pronë publike, pra nuk duhet asnjë milimetër shpronsim, janë vetëm 3.9 km larg nga qasja më afërt në autostradën në fshatin Brestalc, si dhe 2 km larg nga rruga magjistrale Gjilan Ferizaj. Dhe në mars të vitit 2023 kemi kryer studimin e fizibilitetit, i cili parashet që 15 milionë euro është investimi në infrastrukturën e plot bazë parkut industrial për të realizuar ky projekt. Sfidat që na i kemi pas lidhur me parkun industrial kanë bëjmë pikërisht me PZK-n, sepse pa qenë toka e parapame për plan për park të biznesit, nuk mundesh dot me fillu procedurat e licencimit dhe ndërtimit të zonës industriale ose të parkut të biznesit. Ku ka mbetë tash procedura? Ajo që tash është ndryshuar, domthonë është me aprovimin e ligjit të ri për menaxhimin e pronave publike, lejohet që le të themi në këtë rast qeveria me shpall një zonë të tillë ose një hapësirë të tillë si tokë me interes shtetëror ose nacional, në mënyrë që të destinohet prej fillimit për park të biznesit dhe në këtë formë pra Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të filloj procedurat nga pala e saj për ndërtimin e parkut të biznesit dhe tash jemi në zyrën e kryeministrit duke pritë në procedurën ligjore që qeveria ta votoj këtë pjesë si park të biznesit dhe të filloj matutje. Tash strategjikisht nëse e sheh, Gjilani është shumë afër me korridorin 10 në Bujanoc dhe jemi minimalisht 30 minuta ndoshta larg nga qasja në korridorin 10 që kish me bo zonën industriale të Gjilanit, po këtë kohë edhe Ana Moravës, sepse kur flasim për Gjilanin flasim për gjithë rajonin Ana Moravës. Zonë do të jetë zona industriale? Është Livoqi e Epërm, liçeni i vogël kur hyn Gjilan prej Prishtinës, në anën e djathtë, në pjesën e Epërm. Janë 150 hektar e gjitha është pronë publike, që i bie nuk duhet asnjë milimetër. Pronë komunale apo pronë komunale? Komunale. Që i bie që procedura do të jetë shumë të lehta në fakt nëse po sigurisht po. Nëse vetëm filloni me nda. Okej, mirë, kjo besoj që do të jetë një prej kur planifikohet me procedura, kur mund të jetë, ta themi, kur mund të jetësohet? Tash sa i përket komunës, na kemi bërë studimin e fizibilitetit, me që PZK-ja po vonohet ende, sepse kemi ende shumë rekomandime që duhet i përmbushim. Është ajo procedura që përmenda më herët përmes qeverisë, që të votohet vendimin qeveri për shpalljen e zonës me interes shtetëror ose nacional, dhe në këtë rast përmes mintit iniciuar me njerë procedurat për themelimin e zonës industriale. Okej, dhe të projekti i rigjenerimit të rrjetit ujësjellësit jeni duke participuar si komunë me buxhet apo është krejtësisht projekti i projekti i qeverisë? Pra është projekti i garantuar prej qeverisë, nuk është vetëm Gjilan, Gjilani janë 15 milionë euro investim, ka investime edhe në Kamenicë dhe në Viti, dhe në Kamenicë ndërtohet edhe një digë e Desivojcës. Ndërkaq në Gjilan është vetëm investim në rrjetin e ujësjellësit si dhe në rezervuarin